Aty kanë lulzu lulet, që kompone, kohët e fundit u kalu andej, kanë vdek dy vajzat Shqipërisë. Normalisht, një nga pikat e para është përmirësimi i lidhshmërisë, u përmend edhe nga Besiani, sepse edhe ato fragmenta apo segmente rrugësh, siç janë dy autostradat për Shkup edhe për Shqipëri, duhet lidhen njëra me tjetrën dhe njëra segment i cili do të bëhet për t'i lidhur këto është kyçja qafe Dulës Shtime Lipjan, kyçja në Banull, që e kemi premtu që nga zgjedhjet e shkurtit në vitin 2025. Normalisht lidhjet rajonale, siç u përmend domethënë të qendrave kryesore rajonale që autostradat i lidhin me rrugët magjistrale, përfundimi i rrugëve Prishtinë-Gilan, Prishtinë-Mitrovic, të gjitha këto, domethënë çka do të flasim, domethënë është vetëm e kuptuar që edhe çdo qeveri e nis një punë mundet me vazhdu një qeveri tjetër. Problemi të këta është që gjatë kanë qenë sa që për 6 vjetë s'kanë kryer kurrë, që kjo është problemi kryesor. Tjetra është segmenti i mbetur i autostradës prej Besis në Merdare ose rruga që lidh me Evropën, rruga R7, siguria rrugore. Siguria rrugore është një nga çështjet shumë të rëndësishme, u përmend domethënë shembja e Dheut, e cila faktikisht aty kanë lulzu lulet, që kompone, kohët e fundit u kalu andej, kanë vdek dy vajzat Shqipërisë, ka pas plot domethënë aksidente, po jo veç kjo, domethënë është siguria rrugore në kuptimin e shenzimit, po sinjalistikës edhe horizontale edhe vertikale që është tepër e rëndësishme, edhe normalisht mirëmbajtja në kuptimin e pagesës që njerëzit që e përdorin rrugën duhet t'u kthehet ajo. Po ashtu një gjë e rëndësishme është që ne kemi pa raste të shumta, ne kemi ligjin për investime strategjike, ligjin për partneritet publik-privat, shumë rrugë kemi pa në Shqipëri, rishtazi duke u bërë në partneritet publiko-privat, domethënë dhe janë kry shumë më shpejt se sa që dhe aty ka pastaj mundësi se si të rregullohet kjo kthimi prapa përmes mirëmbajtjes ose politikave të tjera, domethënë që balansojnë investimin privat në çështje publike.